Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zyrtarët në Maqedoninë e Veriut njoftojnë për një ritëm të përshpejtuar të punimeve në pjesën lindore të korridorit të 8. Drejtori i Ndërmarrjes Publike e Kurutat Infrastrukturë, Sinisa Ivanovski, njoftoi se projekti prej 34 kilometrash ka arritur rreth 35% realizim. Sipas njoftimit zyrtar, paralelisht është shpallur thirrja publike për mbikëqyrje për segmentin e tretë nga Kriva Pallanka deri në kufirin me Bullgarinë, ndërsa muajin e ardhshëm pritet të shpallet dhe thirrja ndërkombëtare për përzgjedhjen e realizuesit deri në kufirin me Bullgarinë. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Kreshnik Radoniqi, kërkon 7 qershorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Çështja e buxhetit ende është diskutuar në KQZ, po besoj që do të jetë parafërsisht si në zgjedhjet e kaluara. Sa i përket datës, kemi kërkuar që sa më shumë kohë me pas për shkak se nga nevojitet përgatitje, nuk është proces i lehtë. Për mendim tonin është 7 qershori, por prapë them dhe ti mbetet presidentes Mendos. Reagimi erdhi pas takimit me ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Xhiu. Banka Botërore paralajmëron Shqipërinë për varësinë e saj nga turizmi për zhvillimin ekonomik të vendit. Në raportin e fundit për Ballkanin Perëndimor, përshtatja me goditje të aktivizimi potencialit të pashfrytzuar, Banka Botërore vlerësoi se rikuperimi i Shqipërisë pas pandemisë është mbështetur nga turizmi dhe lidhjet më të forta tregtare dhe të shërbimeve me Bashkimin Evropian, duke ndihmuar rritjen të arrijë deri në 4.2% gjatë periudhës 2022-2025. Në të thuajse ndonse turizmi mbetet një kontribues i rëndësishëm në rritje duke forcuar performancën ekonomike, rrit ekspozimin ndaj goditjeve të jashtme dhe thekson nevojën për diversifikim. Banka Botërore vlerëson se ndikimet e luftës në lindjen e mesme, të cilat kanë pasur një efekt të gjerë, mund të ndikojnë fuqinë blerëse edhe në Shqipëri gjatë vitit 2026. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se po shqyrton mundësinë e uljes së numrit të ushtarëve amerikan të stacionuar në Gjermani. Reagimi vjen pas një përplasje verbale me kancelarin gjerman Friedrich Merz lidhur me politikën e Iranit. Vendimi do të merret shumë shpejt, shkroi Donald Trump në profilin e tij Truth Social. Në vitin 2024 në Gjermani ishin të dislokuar mbi 35.000 ushtarë amerikanë, ndërsa sipas mediave gjermane aktualisht numri i tyre arrin në rreth 50.000. Deklarata vjen një ditë pasi Donald Trump kritikoi kancelarin Friedrich Merz duke akuzuar se nuk di çfarë flet për Iranin, pasi ky i fundit kishte vlerësuar se Washingtoni nuk ka një strategji të qartë dhe se Teherani po i poshtëron Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Armëpushimi me Iranin duke se ka qenë kryefjala një bisede rreth 60 minuta mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Vladimir Putin beson se vendimi i Donald Trump për të zgjatur armëpushimin me Iranin është i saktë. Kjo duhet të ofrojë një mundësi për negociata dhe në përgjithësi të ndihmojë në stabilizimin e situatës, deklaroi zëdhënësi i Kremlinit Yuri Ushakov. Në të njëjtin bisedë, Putin propozoi një armëpushim të përkohshëm me Ukrainën gjatë festimeve të 9 majit që shënon për vjetorin e mbarimit të luftës së dytë botërore. Sipas Kremlinit, Trump reagoi pozitivisht ndaj këtij propozimi. Ushakov shtoi se Trump beson se një marrëveshje për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë është e afërt. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.